I gjithë qarku i Kukësit në 2 ditët e fundit është përfshirë nga rreshje shiu sporadike duke krijuar vështirësi në disa segmente rrugore. Si pasojë e motit të paqëndrueshëm, disa akse rrugore të qarkut gjatë 2 ditëve të fundit janë shënuar rënje gurësh dhe inertësh nga shpatet malore, veçanërisht në zonat me terren të thyer malor. Subjektet kontraktore të mirëmbajtjes rrugore kanë punuar për pastrimin e rrugëve dhe garantimin e qarkullimit të mjeteve. Sipas raportimeve nga strukturat vendore në bashkitë Kukës, Tropoj dhe Has, në 2 ditët e fundit nuk janë konstatuar situata emergjente që të kërkojnë ndërhyrje shtesë. Autoritetet vendore dhe shërbimet emergjente mbeten në gatishmëri për të monitoruar situatën, ndërsa u bë thirrje qytetarëve dhe drejtuesve të mjeteve të ndjekin informacione zyrtare dhe të tregojnë kujdes gjatë lëvizjes, sidomos në akset malore. Sipas shërbimit meteorologjik shqiptar, në verëlindje të ketë edhe rreshje dëbore, sidomos në zonat e larta malore 100 metra mbi nivelin e detit. Sipas Meteoralb, e shtuna do të sjellë një rritje të temperaturave me 2 gradë, ndërkohë që do të ketë një ndërprerje të rreshjeve të dielën, por e hëna do të i rikthejë sërish.